Gabimet që bëhen me kremrat e diellit është jo vetëm koha e ekspozimit. Unë gjithmonë e them, dielli nuk është armiku. Por mënyra se si ne vendosim të mbrohemi është ajo që e bën diferencën. Jeta është me shumë aktivitete gjatë ditës dhe ne nuk mund t'i rrotullojmë çdo gjë rreth rrotullimit të diellit. Pra kemi kohë që duhet jemi të ekspozuar, qoftë në rrugë apo me aktivitete sportive me fëmijët, ndaj mbrojtja është ajo që e bën diferencën. Por nëse jemi në plazh dhe themi okay, po qëndroj me orë të gjata, ky është gabimi. Dhe filtrat, qoftë kimik dhe fizik, duhen riaplikuar nëse kemi djersitje, nëse futemi në ujë. Pra duhen riaplikuar për ta mbajtur efektin dhe për të mos ta humbur gjatë kohës. Po. Pra te etiketat, nëse ne marrim një krem mbrojtës, po themi të diellit, kundër diellit. Po. Nëse dalim për herë të parë në plazh, po themi edhe në ditë të tjera, pasi kemi bërë, çfarë duhet të lexojmë te etiketat? Ne duhet të zgjedhim kryesisht për fëmijët një filtr fizik që përmban oksid zinko. Dhe për ne të rriturit ndoshta është një efekt sepse ai krijon një stres të bardhë, është një efekt i padëshirueshëm. Po. Absolutisht, aq më tepër në përditshmërinë tonë që unë e këshilloj përdorimin e filtrave mbrojtës, por nga ana tjetër, duke përdorur Kungul Approved dhe aplikacionin Kungul, ne kemi alternativa të sigurta të filtrave kimik të gjeneratës së fundit, të cilët kanë evidencë shkencore mjaftueshëm për të qenë të sigurt.